Ta me pushime nuk kanë ikur si që ka ikur qeveria. Ato, nuk e di, ato unë e di që janë me pushime 3 vite, 2 vite aktivizohen 6 muaj. 6 muaj punë bëjnë ato në zgjedhje lokale, 6 muaj zgjedhje qendrore, i bëjmë freskë shërbim qeverisë, edhe muajt e tjerë janë qefo qerrata. Me ligjin aktual. Edhe normal që marrin benefitet e tyre, bëjnë rolin e Pilatit, nuk din gjë për këtë, bëjnë si kur ana shkallon kjo, procedura, ka zgjidhur në gjë KQZ-ja në Shqipëri, pyetja ime, apo ka si, që ka zgjidhur? Ka zgjidhur, jam dakord, po... Ke kaq vite që je gazetar, më thuaj vetëm një çështje, jo ta bëj sfidë ty, është sfidë për publikun, çfarë ka zgjidhur KQZ-ja nga ankimimet që ka bërë PD-ja, dhe çfarë ka realizuar? Problemi është që këtë KQZ kemi edhe në këtë moment ku jemi. Jo, duhet ta transformojmë, e kemi, po ngelem këtë e kemi, derisa ta transformojmë iku ndarja e votunat anëtetore. Ne jemi rrethuar me fatkeqësi që kemi këtë KQZ, fatkeqësi që kemi këtë qeveri, fatkeqësi që kemi këtë parlament, mund të ecim me tjetër. Jo, jam dakord me ju me analizën që bëni. Ne duhet patjetër të por ata në tetore miratojnë, po them hapat me këtë KQZ do t'i bëni si opozitë, besoj. Me këtë lloj KQZ-je, do thënë normal që me këtë që është, dhe pastaj se çfarë zgjidhje do japi ajo, duhet të ballafaquar me zgjidhjet që ka dhënë më parë, prandaj e bëra këtë lloj parashtrimi. Dhe këtu për sa bëhet propozimi me deputet, nuk ka nevojë për mbledhje firmash të qytetarëve apo jo? Rruga më e shpejtë se e bëra këtë. Rruga më e shpejtë pa nuk është ti drejtohesh KQZ-s, ti drejtohesh sheshit. Sot të thash në rendin e ditës, sot është protesta. Protesta vazhdon për ditë, qytetarët duhet vazhdojnë protestën e tyre, ka vetëm një rrugëzitje, mos jemi iluziv, duhet largohet Rama shkop. Këtë që bëjmë gjithçka është e lidhur me gjithë rrugët. Po besoj që dëgjova javën e kaluar me fjalimin që dha që nuk iki. Po jo, mos ikja sa ai atë do thoj. Po sepse nuk është çështja më çfarë ka ndodhur midis maxhorancës dhe opozitës dhe nuk po respektohet kushtetuta, parlamenti, nuk është sistem demokratik. O ç'po po ndodh se kjo ka kaluar dhe brenda tyre, nuk di gjë kryetari i bashkisë. Është kundër kryetari i bashkisë, është kundër antari i partisë, është kundër kryetari i partisë. Janë ata që dojnë testrat e Partisë Socialiste me Poliçan. Nuk ka rëndësi, ajo, domethënë se nuk po i referohem duke i dhënë mbi vlerë atij akti. Po them që nuk ka komunikim, gjithçka është shprehje subjektive e tekave, dëshirave, delireve të një personi, e do me 46, e bën me 46. Se nuk do të shofi ca që vinë nga fshati ai ti ketë përballë. Domethënë se kështu e ka shprehur më. A e kupton çë niveli qeverisje kemi arritur ne pa argumenta, pa ligje, pa sistem demokratik. Thjesht e dua e bëj. Sa 46 e bëjmë 45, po më e bëjmë 45, siç e bën më me 61. Se në 2014 ishte me 47 sipas tyre. Kalkulimet e mbaj mend atë kohë dhe u shkuat e 61. Asaj skeme janë referuar, janë kthyer ke 2014 këto, se kishin kalkulim votash politike. Nuk u pyet njeri, nuk u pyet publiku, u bën nga lart poshtë siç po bëhet tash. E bëjmë 61 për 24 orë, e kishin 47, e bëjmë 61, e bën 61 se ja kërkoi aleati i tyre. Edhe vizatuan, morën. Njëri thoshte unë du dhe këtë, se jam unë që kam domenet e mia, se kështu ndan, po tash si janë bashku dhe ndar. Me domenën e do ta ulan balla Librash Prenjas ka domenin e vetë, e bën Librash Prenjas një bashki. Pra të gjitha propozimet kështu janë. E di që Selenica mund të vijoj djathtas, se ka qenë djathtas, po bashkoj me Vlorën se ka diferencë votash. Edhe nuk marrin frym këta, domethënë thjesht këta njerëz atje, letrina atje ku janë periferi e një bashkie tjetër, ndërkohë që performanca e tyre është më e mirë se e Vlorës, edhe Patozit është më mirë se e Fierit. Dhe ndërkohë që ato shkrihen edhe me Vlorën. Kosh më të madh. Dhe aq më tepër se absurde ne flasin për bashkitë edhe kalimi i aeroportit në aeroporti të Rinasit që i bashkoi Tiranës. Ndërkohë që Tirana duhet ishte ndarë vetë, domethënë ka një kontrast shumë të madh mënyra jetese, shërbimesh brenda bashkisë Tiranës. Krahasosh Zallherrin me Tiranën apo Zallbastarin apo periferi tjera, Shëngjergjin apo dhe ke një variantin që periferit të kishin një bashki tjetër. Po pra, të kishin disa bashki. Është largësia, është mos prezenca e shtetit, është mos përfaqësimi, se qytetari nuk ka një përfaqësues vetin politike. Disa i rëndësishëm është ai deputeti i zonës, që sot qytetarët i dëgjova ku është deputeti. Sa ai është dera ku ata trokasin në zëri tyre, ku është ai? Me të vërtetë ku është ai? Ai Patozit ku është?
ai i librazhit, i prenjasit, ku është? Pse nuk flet? Janë disa deputet dhe asnjëri kanë kyçur gojen, ndërkohë që dhe vetë nuk e dinin këtë ndarje. Asnjë nga deputetët nuk e dinin. As antarët e Komisionit Reformës e kanë ditur, i është dhënë dokumentin dorë, kanë vënë firmën. Mazniku po më thonë. Po nuk e di, edhe ky i dyti vallaj, domethënë. Po ndoshta ky ja kanë dhënë pastaj. Ky ka bërë, apo jo? Ka pas. Ky bën bashkimin e numrave të votave. Ky është krye patronazhisti. E thot Xhelali dhe e ka gjetë sakt fare. Xhelali Mziu. A thon Xhelali edhe ngelet kjo, ka përngelur gjithmonë. Ky bën kalkulimin. Ky rrudh shpatulla thot, ky është numri i votave. Kufit vendosi vetë, se nuk guxon ai të vendosi kufi para atij, normal. Për fund, tek pjesa e reformës territoriale, pra besoni që do të shkohet me kështu siç e ka ndarë mendjen Rama, qeveria, majoranca, me projektligjin e deputetëve, ju do të bëni kërkesën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, apo shpresa është e ndërkombëtarët në shtator? Se ata janë me pushime, duhet ta themi tani. Po, dhe normal nuk i cënojnë shumë pushime këtyre për hallet tona. Dhe unë mendoj që jemi tek kjo e treta. Pra, duhet një prononcim, një pritje për një prononcim të faktorit ndërkombëtar. Heshtja është pranim. Heshtja. Por s'mund flasim për heshtje sepse është kjo që ju e thatë, që është një periudhë që nuk ka shumë zënë politik dhe në angazhim edhe të faktorit ndërkombëtar. Duhet pritur shtatori, rifillimi i një situate të re, edhe në parlament. Kur themi ndërkombëtar, BE SHBA, i kemi dyja bashkë. SHBA të dy. Edhe këto janë ata që e kanë monitoruar, e kanë mbështetur, por që edhe do mbajnë qëndrimet e tyre. Dhe unë unë parashikoj që ky draft, ky projektligj të jetë i papranueshëm për ta, nga mënyra se si është serviru, nga mënyra si ka ardhur në parlament, nga mënyra si shkelboi komisionin të insistuar nga ato, dhe nga mënyra se si kërkon ta bëjë ndarjen e re territoriale në Shqipëri, pa respektuar asnjë standard europian, se vetë flisnin për standarde europian, për kapacitete administrative, autonomi financiare, i harruan ato më njëherë, dolën thjesht tek ndarja e numrave, sepse thoshin një bashki eficiente duhet qëndrojë një bashki që është e varfër duhet i bashkohet një bashkie që ka resurs që ajo ta ndihmojë në koston e shërbimeve. Fusharës dhe puka, si do i përballojnë në një bashki, do rritet kostoja e shërbimit? Unë them që do rritet, se fusharëzi kur e kishte vetë, kishte distancën më të afërt dhe kostoja ishte tashmë që propozohet bashkohet me Pukën. Po Librash Prenjas janë të dyja të pasura? Jo, nuk janë të pasura. Si mund bashkosh ti bashki të varfëra dhe të pretendosh që po krijon mirëqenie dhe pasuri? Jo, do rritet diskriminimi.